është ekolalia dhe cili është kuptimi i saj për fëmijët me autizëm? Shumë mama të shqetësuara pas videos time të fundit më kanë shkruar që terapistët u kanë këshilluar t'ja u heqin këngët dhe filmat sepse përsëritja e fjalëve dhe fjalive i pengon të mësojnë gjuhën. Më lini t'ja u shpjegoj. Ekolalia për një fëmijë me procesim të plot gjuhësor është një mënyrë e tij e të komunikuarit, e të mësuarit të gjuhës. Me një fjalë apo fjali që përdor nga këngët, nga filmat apo nga një reklam, fëmia është duke shprehur vetveten. Ndaj, nuk duhet t'i ndalojmë ekolalin, por duhet që fëmia të ketë pranë një tritur i cili e kupton këtë mënyrë të folurit, me teknikat e tij e ndihmon të zhvillojë gjuhën dhe ta ndërtojë gjuhën mbi ekolali. Shumë nëna të tjera më kanë shkruar që terapistët u kanë shpjeguar që terapia është për të hequr ekolali. Dhe këtë dua ta shpjegoj me kujdes. Fëmijët me procesim të plot gjuhësor, që janë rreth 80% e fëmijëve me autizëm, e kanë ekolalin një fazë natyrale të zhvillimit të gjuhës së tyre. Nëse ju heqim ekolalin, është njësoj sikur t'ju heqim naturalitetin. Ndaj, ekolalia nuk është një problem, por është një fazë natyrale mbi të cilën një terapist arrin të ndërtojë gjuhën e fëmijës. Në respekt të madh të punës së terapistëve, mendoj që ka ardhur koha për të pasur qasje të reja dhe këndvështrime të reja në mënyrën se si një fëmijë me procesim të plot gjuhësor zhvillon gjuhën dhe ka nevojat terapeutike. Mami, zëri i fëmijës tënd vlen edhe kur vjen nga këngët apo nga filmat. Ato nuk janë gjë tjetër veç se gjuha e tij dhe zemra e tij që mëson të flasë.